ndoshta duhet ndodh te kjo që të kuptosh që ti je fort, ti doja dalësh, por ajo që më ka bërë edhe më të fortë Orinda ishte që mbas kësaj që më ndodhi, kam marrë shumë mesazhe nga gratë tjera dhe kuptova që kisha një forcë të jashtëzakonshme që këtë plagën që kisha vetë ta ktheja në shërim për gratë të tjera të ngjashme. Ju përshëndes të gjithave dhe ju uroj mirë se ardhje në Mam. Sot kam një super mami të dy çunave, dhe është Dasantin dhe Konstantin, që tek emrat të rënd ke zgjedhur Delinda Disha për çunat. Mbi të gjitha emër shqiptar. Faleminderit që sot në Mam. Kënaqësi. Pse e ke dashur emrin shqiptar kaq shumë? Ka qenë dëshira të dyve, jo vetëm e imja, por edhe e Eldos. Mbaj mend për shembull, nga që unë kam qenë fëmijë i brezit 90, edhe atëherë sapo ishte liberalizuar dhe të gjithë prindrit, emrat huaj shumë. Ka përgjithsisht emrat huaj, Delinda edhe Eldo, edhe ndoshta edhe për shkak të formimit, edhe prej dëshirës edhe asaj ndjenjes patriotike që kemi, pse jo për të vënë emra shqiptar, dhe janë shumë të bukur. Sepse po të kërkosh gjen vërtet emra të bukur shqiptar, sidomos emrat e vjetër, i lirë. Në përgjithësi. Por keni vendosur së bashku, pra në bashkëpunim me Eldon, domethënë keni pasur ndonjë kundërshtim nga familjarët në këtë pikë? Me thënë drejtën, as nga ana e Eldos as nga ana ime nuk ka ndërhyrë për sa i përket vendosjes së emrave. Kanë qenë që në muajt e parë që kur morët vesh ishin djem që i vendosët, apo ishte diçka e momentit fundit? Dasantinit ja kemi vënë emrin që kur morën vesh që ishte djalë, edhe që 3 muajsh të dy tek barku i kemi thritur në emër Dasantin. Pse ishte kaq e rëndësishme për ty që të thrisje në emër? Mendoje që bëje një lidhje, le të themi, më ngushtë? Unë mendoj që emri është shumë i rëndësishëm. Emri është ai që të përndjek gjatë gjithë jetës, dhe që në hapat e para është ti e thërret në emër, ai e dëgjon, është padyshim edhe pjesë e karakterit, sepse në bazë të emrit ti krijon, si të tingëllon në vesh, ti krijon edhe një përfytyrim për personin. Po mendoj që emri është shumë i rëndësishëm, edhe do doja që të gjithë prindit kur e vënd mos e marrin si neglizhencë vënien e emrit, edhe për shkak të punës, rrethanas që mund të kenë, por është shumë e rëndësishme që ti të vësh një emër shumë të bukur, se nuk e vë dot vet bebi, kështu që është diçka që zgjidhet nga prindrit, edhe kur rritet dhe e kupton rëndësinë edhe atë domethënien, edhe kur thotë që faleminderit që më ke vënë një emër shumë të bukur që i pëlqen, kjo është shumë gjë e mirë. Por ka një gjë me emrat, përgjithsisht kur janë të gjatë kështu, shkurtohen. Që unë e kam bezdik të gjë. Unë e kam shumë bezdik të gjë, dhe fatmirësisht Dasantinit nuk i kanë thërritur kur shkurt, se ka të bëj, ta thash edhe me pjesën e personalitetit. Gjithmonë Dasantin, edhe në shkollë, shoqëria Dasantin. Vetëm Konstantini për momentin i thot Tini, se është i vogël dhe nuk artikulon dot si kundër dhe emrin e vet, po vetëm nga vllai i vogël. Me vllai i vogël në këtë pikë. Mirë, le të themi pas në kohë me Dasantinin, në momentin që ju të dy si çift i dashuruar vendosët që të rristit familjen tuaj. Si e kujton atë moment? Shkurt, 20 shkurt i 2017-ës, unë bëra nën për herë të parë, me erdhin në jetë Dasantini, ishte ndjenja më e bukur, edhe është ndjenja më e bukur në botë, më mësia, mendoj për çdo femër, për çdo grua. Ka qenë i papërshkrueshëm kur e kam ndier, se unë kam bërë lindje cesariane, jo vetëm me Dasantinin, po edhe me Konstantinin, dhe isha kosciente, isha e vetëdijshme, e përmendur, dhe kur e kam ndier që ma sollën në krah te gusha, dhe kur i kam marrë erë, thash, është gjëja më e bukur, është ndjenja më e bukur që ka krijuar Zoti. Po si kanë qenë ato muaj të pritjes së ëmbël, momentin kur morë vesh ishe 7 zënë, si ja the Eldos?
Rrugtimi ka qenë shumë i bukur, unë kam qenë një mami shumë aktive, kam qenë në punë, nuk kam ndaluar. Lajmi të parin e Eldos ja kam dhënë kur mora vesh për shtatzanin, ka qenë gëzimi shumë i madh, fëmia i parë. Djalë kur morën vesh gjinin, e kemi përjetuar shumë mirë edhe nuk e di pse, po me fëmin e parë sikur shijohet çdo muaj, çdo ndodhi, çdo ngjarje që mund të ndodhi, edhe sikur e fikson edhe më shumë. Jo se nuk i kam gjëra të fiksuara me Konstantinin, po nuk e di se është ndarë në dysh. Ajo është diçka që ti e ke pritur, e ke programuar, ke pas dëshirën e madhe. Kanë qenë ndjenjë shumë e bukur edhe nga ana ime, sepse unë jam vajza e vogël e familjes time. Prindrit e mi bëheshin 3 e madhja dhe 2 e dyta i bie bëheshin gjyshër nga vajza e vogël, po për herë të 6, ndërsa nga ana e Eldos ishin bërë më përpara, por është djali vetëm, kështu që gëzimi ishte edhe më i madh. Shumë më i madh. Si ishte ai momenti kur morët vesh, besoj me nipt ka qenë kur morët vesh që ishte djalë apo doktori në jashtë? Prej analizës së NIPT, por me thënë drejtë nuk e di pse që më herët mua më thonin që do bësh djalë, ndërkohë që unë nga ato cilat ishin ato mitet që vinin në re tek ty? Po nga mitet që kisha dëgjuar nga gjyshet, nga nënat, nga gratë e ndryshme. Cilat ishin shenjat, po? Forma e barkut, që kishte të bënte shumë, por që unë prap mendoja vërtet thonë këto nëse është pak si me maj, pak lartë, bën çun, po mua nuk më duket, thosha nuk e kam me maj, ndoshta mund të bëj gocë, por që siç më than, ashtu edhe rezultoi edhe nipti. Po ti shtove shumë në fakt? Unë kam shtuar. Sa ke shtuar? Unë përpara se të ngelja shtatzën kam qenë 54 kg dhe kam vajtur 94. E përjetove ti këtë? Fare. Po fare. Për shkak të punës, ti e di shumë mirë që ne nga ana e imazhit e peshës duhet të jemi në formë, por familja për mua është e rëndësishme, edhe puna sigurisht që është e rëndësishme, po nëse kam këtë të parën mirë, do jetë edhe e dyta mirë. Dhe nuk e kisha problem, unë kam vullnet, kam dëshirë, ndonë se nuk kam bërë palestër, po që mbas një viti, edhe me Dasantinin, edhe me Konstantinin, unë jam rikthyer në format e mia. Vetëm me pak dietë, po pa palestër. Pa palestër. Dhe vendose që ta bëje me cesarian, pra ishte një lindje e planifikuar. Pse? Ka qenë e planifikuar se në atë periudhë unë punoja në spektaklin Portokalli dhe përkohte me fillimin e sezonit dhe nëse unë nuk do vazhdoja sezonin, i bia që të lija pezull shumë kolegë që kishim, por edhe për shkak të, sepse ditët e fundit, nga që unë isha edhe në punë aktive, unë bëja vazhdimisht eko për të parë kontrollin, pavarësisht se çdo gjë ishte mirë, po edhe ai meraku se ditët e fundit ishe min me sahat, mund të lindje nga momenti në moment. Vendosëm edhe për shkak të rrethanave, po edhe duke qenë se unë isha mirë, nuk e dija si do ishte periudha e rikuperimit pas lindjes, por unë ndjesha shumë mirë deri përpara se të lindja. Dhe u planifikua atë ditë, shkoi mirë, për sa kohë të është dashur të ktheheshe në këmbë, pra të merrje energjinë pas atyre ditëve, i ke pasur të vështira pas operacionit apo jo? Kam vajtur se t'japet e kasape, me thënë drejtë, se kur e kem bërë të parë. Deri fillim isha, okej. Unë e kisha një përvojë edhe nga motrat e mia. E dia, po kur nuk e përjeton vetë, nuk e ke kaluar ndjesi, je pak fresk. Je e pa njohur. Gjithsesi je pa përgatitur, po. Je pa përgatitur, e pa njohur me atë çka do të ndodhi. Por u ngrita brenda 24 orëshit, që është një nga kushtet kur ti bën lindje cesariane që të ngrihesh në këmbë, edhe pastaj filloi aktiviteti normalisht, edhe në punë kam shkuar, madje kam pasur vështirësi se atëherë ka qenë një numër që duhet ishte me shumë lëvizje dhe unë akoma kisha qepjen edhe kisha dhimbje ma jepje deri te çaçka e kokës, por që kalohen, harrohen, bëhesh më fort. U pendove që e bëre me cesarian në një moment?
Jo, nuk jam penduar, përderisa çdo gjë ka shkuar mirë, Okej. çunat e mi gëzojnë shëndet plot, unë E ka. gëzoj shëndet plot, kjo ka rëndësi. Një tjetër etapë është gjithënia, pra atje ai atashimi me bebin, momenti i parë, lëkurë me lëkurë, e ke bërë ti këtë qërrje gjatë lëkurë me Desantinin, Desantini ka lindur në shkurt, më the? Kështu që ka qenë pak fresk. Ka qenë pak fresk. Ka qenë pak ftohtë. E ke bërë lëkurë me lëkurë, rrje gjatë me të ashtu? E kam bërë dhe tani që ti ma sollën të mend, ma kujtove, me thënë drejtën, dua ta ripërjetoj ose faleminderit që po e risjellim atë moment, ai ishte bukur në kujtesë. E kam bërë, por me gjithë dhënien, unë si me Desantinin edhe me Konstantinin i kam dhënë vetëm 1 muaj e gjysmë. Pse? Jo për shkak se nuk Nuk isha? donin çunat Ose që nuk të bëjnë, do, ose po. për shkak se nuk isha unë, por ishte ky problemi i mos koordinimeve të orareve, sado që unë e hiqja qumshin edhe konservoja në qeset, me të gjitha kushtet, vinte momenti që ai ishte mësuar dhe donte të pinte dhe nuk pinte Ti nuk isha aty, qumshin e biberonit, unë nuk isha aty, se me Konstantinin e kam pas dhe me të lehtë edhe zgjati pak, pavarësisht se nuk ngope dhe nuk i mjaftonte qumshi që ishte hequr. Por me Desantinin kanë qenë oraret paradite mbas dite, shfaqje, ishte shumë e vështirë kjo gjë dhe dal nga dal, avash filluam qumshin e formulës, e pritë shumë mirë se ndodh ndonjëherë që edhe Nuk e të merr, mos po. e marrin fëmijët, por të dy e kanë pirë qumshin. Ka dhënë një lloj qetësie kjo, me pak fjalë. Megjithatë ndodh që janë ato ndjenjat e fajit, po sikur, të kanë ndodhur ty në këtë E pikë. kam pak këtë, sepse thonë, po natyrisht edhe në bazë të atyre që di dhe kam lexuar që qumshi i gjirit është mrekulli, është shumë i mirë të jepet për një kohë të gjatë, është shumë mbrojtës. Është një nga ato gjëra që unë e kam si me pishmane, peng, me pishman, por faktit e thash, janë me shëndet të plot, kjo më lehtëson edhe më bën të ndjem jo shumë fajtore që nuk e kam dhënë për një kohë të Po gjatë. këtë gjë le të themi nuk e rikuperove dot as te Konstantinin le të themi mbrapa. Jo, sepse vërtet ndryshova punë, vërtet kisha orare, por ishim në një etapë të jetës që ishim edhe me angazhime të tjera, domethënë në bazë të kohës zhvillohen edhe gjërat, edhe ngjarjet, kështu që pak a shumë thjesht i kam dhënë çik më shumë me këto qeset E kuptoj. e qumshit të gjirit të konservuar, por që pastaj hoqi dorë edhe donte biberonit, Donte të quqi. pinte shumë. Si kanë qenë netët tuaja? Me gjumë, pa gjumë, rutinë? Të dy kanë qenë fëmijë shumë të mbarë për sa i përket gjumit. Ato ditët e para, domethënë dalja nga ditë, 40 ditë, janë më se normale, por deri në 3 muaj, me thënë të drejtën, 2 herë zgjoheshim natën. Tek i pari çoheshim të dy, nga dëshira nga që. Pastaj kush ta zinte? Tek i dytë ja bën me turë, po bëj shaka se jemi përkushtuar të dy me të njëjtën dashuri. Dhe pas 3 muajsh Orinda e kam bërë gjumin e natës të plotë dhe të qetë. Sigurisht zgjoheshin orët e para të mëngjesit, po që ishte normale. E besoj që kjo të ka ndihmuar edhe ty që mos kesh një postpartum negativ, të kesh një postpartum pozitiv, apo ka ndodhur që ke pasur Më ka duhatje? ndihmuar, por si është njëri fëmijë nuk është tjetri. Me Desantinin unë e kam përjetuar postpartum. Vërtet? Po, ndërsa me Konstantinin jo. Pse Nuk e kam mendon që e ke përjetuar? Çfarë ndodhte? Po, e kam përjetuar sepse unë e ndjeja qëllonte që unë duhet të shkoja mbas dite në punë dhe mua më vinte për të qarë. Më dhe ishte një gjë që çdo gjë ishte okay, të gjithë ishim shumë mirë. Mua më vinte për të qarë dhe unë e kuptoja që ishte diçka të cilën unë nuk e frenoja dot, pra unë nuk i jepja dot komandën trurit tim që të mos qaja. Ndërkohë që unë e bëja atë gjë edhe siç jam me syze tani po të errta fare i vija se mendoja e kam përjetuar dhe mbas 40 ditëve si me magji është larguar. Është larguar. Pra ka qenë diçka
Le themi edhe nga doktoreshat apo psikologët që kemi pasur, këtu nuk ka qenë le themi diçka e agravuar sepse ndodh le themi një postpartum kritik, do të ndodhte pas 2 javë ose 40 ditë pas. Po, por është e ndryshme në gra të ndryshme dhe në nëna të ndryshme kam përshtypjen. Për shembull, nga që Desantini ka lindur i bërë synet që në bark. A kjo, po si ndodhi ajo? Kjo mjekët e shpjegojnë që ndodh në 1 milion raste lindje meshkuj. Okej. Dhe kur lindi, nga që unë isha konsciente, po sigurisht pak e turbulluese dhe unë e dëgjova nga ana e mjekësisë me term mjekësor, nuk e kisha se shqiptarë që popullor që synet e dia dhe që atëre mua mu fiksua. Ka lindur rreth prerë, pra, në këtë... Po, që në ato momente, pasi dola në salë nga sala mua mu fiksua kjo gjë dhe mendoja që mos ishte në një gjë e keqe që kishte për bënte me djalin, me Desantinin, mos ndoshta nuk ma kanë treguar, mos ndoshta ma mbajnë të fshet, domethënë këto ishin pak a shumë ato mendimet që më mundonin edhe ma bënin të vështirë edhe më krijonin atë ndjenjën që unë duhet të qaja, ta përjetoja. Po, su hape me mjekët për këtë që, pra për këtë shqetësim tëndin? Unë u hapa me gjithë, me mjekët, me familjen, gjithë më kanë ndihmuar, më kanë ndëjtur pranë, Eldo, mami, motrat, mjekët, por ishte diçka të cilën mua më prodhonte truri, sepse më sqarua dhe unë e kujtoja shumë mirë që më thanë që Delinda kshu, Desantini ka lind një fëmijë i shëndetshëm, me peshë, me të gjitha. Ka dhe këtë gjën tjetër që është diçka ekstra, që është e rrallë, ndoshta mund të quhet fat te ky bir, por që nuk është për të shqetësuar, është shumë gjë e mirë. Se është diçka që nuk do e përjetoj. Po Sandrine besoj, e keni bërë synet që kur lindi apo jo, se ndodh edhe që i bëjnë? Nuk e kemi bërë ende synet. Nuk e keni bërë, kështu që sepse ndodh për shembull prindrit zgjedhin që në fillim, ka prindër që zgjedhin që në fillim që djemt le themi që mos ketë dhimbje. Bravo, sa më në moshë të herët, sa më i vogël të jetë, aq më lehtë kalon. Më lehtë e kalon atë gjë. Mirë, do të rritej, do kalonin muajt, sigurisht ti ke pasur ndihmë aso kohë, e ke mbajtur këtu Desantinin apo mua më ka ndihmuar shumë mame me thënë drejtën dhe do të jem mirënjohëse gjatë gjithë jetës. Pa mama, unë nuk e di që do bënim, edhe ke bërë shumë mirë që e ke titulluar mam, madje kur e ke nxjerrë unë kam qenë nga të parat që të kam uruar dhe të kam mbështetur e të kam përkrahur, sepse ndonjëherë ajo puna e heshtur, ajo sakrifica që bëjmë neve nënat, nuk thuhet, nuk po them të trumpetohet, po nuk thuhet aq herë sa duhet. Dhe mami ka qenë një ndihmes edhe vazhdon të jetë shumë e madhe, familja ime, po edhe Eldo, po edhe motrat, po mua tani më arritur dhe mbesat. Mami më ka ndihmuar dhe në aspektin e ushqyerjes, sepse ajo çdo gjë që gatuante, qofte edhe për ne të rritur, t'ja jepte edhe pak çunave, sa herë gatuante thoshte ti provojnë shihet që të mësohet. Shumë e rëndësishme. Madje, unë them që nuk e di, po në një të ardhme guzhinën prej aromrave dhe gatimeve që bënte mami shumë të mira, se me një nën guzhinjere, që i bën, kam përshtypjen që i kanë ngelur në kujtesë edhe do jenë shumë të aftë në i përcaktuar shihet me i kombinu, për t'i kombinuar. Për shkak të shijes së mirë që kanë marrë në këto. Mami më përdor shumë me erzat, kështu që tani Desantini, po edhe Konstantini që të vegjël, domethënë gati 2 vjeç, bëhet qepa, skuqet qepa, pastaj bëhet gjë. Ose hidhet hudra. Po Delinda si është në këtë pikën e gatimit për bebat e vet? Mirë, shumë e mirë, jam edhe unë, po tani ka avancuar teknologjia. Na ndihmojnë edhe shumë elektroshtëpiake, blenderi, gjëra, nuk është si dikur që jo duhet ta shtypje ta bëj. Sot, me thënë drejtën, ne mamat i kemi kushtet shumë të mira krahasu me dikur. E vërtet, në fakt. Mirë, sa vite do të kalonin që kur fillua të mendonin për një fëmijë të dytë? Ne kemi dashur edhe më herët zgjerimin e familjes, sepse të dy ishim për një familje të madhe. Por kur ndodhi shtatzania me 2 binjakët, që
fatkesisht ishte shumë e bukur që Po ka qenë dhe një tjetër të mos përpara. ndodhte. Po, ka qenë edhe një tjetër. Përpara ardhes së binjakëve. Po, por ka qenë më e vogël dhe u kalua si më lehtë. Ndërsa kjo ndodhi, ishte shumë e bukur, lajmin unë e bëra publik nga gëzimi i madh që kisha, doja që ta ndaja, ndërkohë që ti mendon për një fëmijë tjetër, merr vesh që do të bëhesh me dy, aq më tepër binjak. Edhe ishte e vështirë, po që ja ku jam sot. E kishe bërë nipten aso koha? Po, e kisha bërë. Çfarë të dolën? Do gjinin, djale dhe vajzë. Edhe më vjen pak kështu se gjithmonë Konstantini thoshte dua dhe motër edhe vlla. Edhe kur ndodhi thash mami ta ka plotësuar dëshirën, do kesh edhe motër edhe vlla. Megjithëse kemi treguar shumë herë më mbrapa. Edhe ai ngeli habitur dhe tha, po ti pse nuk ma the më përpara, ta se unë e kuptoj, tha. Edhe, po mami thash nuk donte që të shqetësonte, ti ishe më ëndra, kishe filluar imagjinoj se neve në atë periudhë filluam bëm edhe rregullimin e dhomës duke qenë se do ishin shumë. Edhe kështu, por shiko, gjërat ndodhin për një gjë. Ndoshta duhet ndodhte kjo që të kuptosh që ti je fort, ti doja dalësh, por ajo që më ka bërë edhe më të fortë orinde ishte që mbas kësajt që më ndodhi, ka marrë shumë mesazhe nga gratë tjera dhe sinqerisht shembulli që i dhash ose ajo çka i rekomandoja, forca, morali që përpiqesha që t'ja ngrija, sepse rastet ndryshojnë, nuk janë askurrë të njëjtë, arsyet nuk janë askurrë të njëjta. Po kuptova që kisha një forcë të jashtëzakonshme që këtë plagën që kisha vetë ta ktheja në shërim për gratë të tjera të ngjashme me këtë rast. Edhe kjo ishte shumë gjë e mirë, madje shumë herë më mbrapa nga disa prej tyre unë kam marrë edhe mesazhe falendëruese, që më ka thënë Deli jam shtatzan dhe kam thënë Zoti vonon, po nuk harron, do të bekoj, do vi sërish. Pra do të kthehet. Mrekullia do të kthehet sërish. Do kthehet sërish. Do të thënë të vënë në sprov, ka arsyet e veta pse të vënë në sprov. Pse jo dhe për në këtë rast, për të lënë një shenjë dhe për ta kuptuar atë shenjën që ti të le, sepse unë jam e bindur që ti kur s'ke për ta hequr nga mendja të shtatzani, kur nuk do të largohet, sa të ketë jetën. Nuk hiqet. Mund të ketë edhe disa nëna që ndoshta për shkak se nuk duhet ta kujtojnë, refuzojnë fotot. Por ti nuk e ke më foton e shtatzanisë, e shpalljes së shtatzanisë aso kohë. Në Instagram. Këtë e kam bërë për shkak sepse njerëzit pyesin shumë dhe isha shumë ngarkuar psikologjikisht, unë e kam thënë, e kam vuajtur për një muaj. Derisa të dilja nga ajo gjendja e rënduar psikologjike ime, po ishte shumë e rëndë kur të pyesnin. Por sigurisht që fotot i kam edhe është diçka që ka ndodhur dhe është e imja. Do jetë me mua brenda në kujtimet e mia. Gjithkohës. Edhe si kanë qenë ato ditë? Ti më the ke vuajtur për një muaj të tërë, por ai momenti që ti mendon pse mua? Pse më ndodhi mua? Kam ndonjë problem? Kjo është pyetja e parë në fakt që i drejtohet vetes pasi të ndodh një gjë e tillë. Çfarë është e keq, çfarë ndodhi me mua, ku ishte problemi? Do të thënë kërkon të gjesh arsyet, gabimi dhe këtë nis tek vetja. Dhe duke qenë se ti e ke atë përjetimin brenda vetes tua, a mos ndoshta isha unë shkaktarja? Dhe pasaj ta kërkosh të tjerët, po kjo të fut në një vorbull që ti kërkon ato pyetje pse dhe truri jot ngarkohet dhe gjendja jote rëndohet dhe ti kërkon të gjesh shpëtim, por në fakt asnjë nuk ta jep se nuk e kërkon dot fajin të tjerët, ti mendon se e ke vet. Por unë e vojta shumë sepse unë në atë periudhë isha edhe në një projekt teatror, në një shfaqje që ai personazhi im kishte të njëjtën situatë, të njëjtën problem, dhe unë isha e detyruar që çdo mbrëmje ta ripërjetoja edhe një herë si ndjenjë. Dhe ishte shumë e vështirë për mua.
ndërkohë që projekti nuk e lija dot. Isha shumë keq, po profesionalisht kur nuk mund të largohesha nga një shfaqje që publiku kishte prerë biletën, kishte mbushur sallën, kishte ardhur për të parë jo vetëm mua, por Edhe në momentet më të vështira, është një gjë që është profesioni yt edhe nuk mund të shmangesh dot. Nuk shmangesh dot, por kam kuptuar që me punë, me aktivitet, me njerëz, me ecje, me natyrë, duke larguar mendjen rreth asaj çfarë ka ndodhur dhe ti mendon që ndodhi kjo dhe është fundi i botës, jo. Nuk është fundi i botës. Jeta vazhdon, ka shumë gjëra të bukura, ka shumë arsye. Si ishte momenti mjekut? E kishte sa të vështirë kishte doktore për të ta thënë atë lajm? Apo ishte rutinë? Se ndodh shpesh mjekët kanë situata të tilla shumë. E sikletshme është, duke qenë se e kuptoj dhe gëzimin që në marrjen vesh. Ti ndjeve diçka që shkove apo absolutisht jo, Rinda, unë kam qenë shumë mirë, sepse kjo ka ndodhur afërsisht gati 4 muajsh. Dhe unë isha shumë mirë dhe unë shkoj një ditë bukur për të bërë kontrollin rutinor që ishte i përcaktuar nga mjeku. Dhe ndërkohë që kontrolli i paraardhë që kisha, çdo gjë ishte shumë në rregull dhe kur shkova atje, bëri ekon edhe më tha mua, Delinda, duhet ndalojmë pak një sekonda të presim sa të vi një kolegja ime se dua një mendim dhe i tha, çka ka? S'ka gjë, tha, mos u shqetëso, tha. Sa të presim pak një kolegen time dhe aty e kuptova diçka nuk po shkon. Edhe prit pak, më thonë, u çova direkt nga dhe i thash, të lutem më thuaj çka ka që nuk shkon. Fillova e pa që unë po alarmohesha, po agitoja sa po vinte. Edhe qetësohu, më tha mua, merre let, e di, ndodh zakonisht sepse shtatzanit e binjakëve janë shumë të vështira, prandaj është sukses për ne mjekët kur çdo gjë shkon mbar, përfundon me sukses. Por tha, një nga bebet nuk i rre më zemra. Aty nuk e di, thash se mu përmbys bota, edhe direkt ajo ndjenja që po tjetri, që do bëhet me tjetrin. E bëm konsultën, e pam, deli thash, dëgjoj, tjetri i dëgjojnë të rraurat e zemrës, mirë pa, për kaq sa je ti, mua më bën çuditha që nuk ka parametrat e duhur. Dhe aty pëse mjeku trurit është si ka mundësi, ne bëm kontrollin, gjithçka ishte mirë, analizat e gjakut, komplet, dhe nuk dinte çfarë shpjegimi të jepte, se s'kishte shumë kontroll, dhe domethënë distanca midis kontrollit nga kontrolli. U bëra shumë keq, sa dola ka marrë Eldo në telefon, bëu efort, më tha mo, edhe tani ishte ideja që të shpëtonim tjetrin, mirë po nuk vonoj shumë dhe zemra e bebit tjetër pushoi. Në një kohë të shkurtër. Në një kohë të shkurtër dhe nuk ndodhi hemoragjia me të parin, por ndodhi me të dytën. Ty të kalonin disa muaj, por dielli del sërish, apo jo? Edhe erdhi një diell shumë i bukur për mua. Konstantini. Si ishte për ty momenti kur morë vesh shtatzan sërish? Më është dashur gati një vit, me thënë drejtën, që të rimerja veten për shkak edhe të se na bëre me lotori, nda facoleta ke marrë të dhome atarës. Po, u desh një vit që unë të rikuperohesha totalisht edhe të isha e qetë, edhe nga ana e shëndetit e fizikut, dhe s'kishte gëzim më të madh. Domethënë ajo dëshira, pastaj më hyri frika, o bobo, duhet të ndaj, duhet flas, duhet tregoj, sepse pas një humbje të madhe e përjetove shumë, pra edhe qoftë ty paralelisht të shtohet edhe frika.
por unë ndonjëherë për shkak edhe të karakterit që kam këmbgulse edhe shumë e fortë, thash është një gëzim, unë duhet ta ndaj me të gjithë, Zoti e di si i bën gjërat, ai më ka bekuar sërish. Ndodhi, unë i mora të gjitha masat, isha e shëndet dhe dëshirplot të dy ishim që ta zgjeronin familjen, ndonse kishim kaluar vështirësi. Dhe erdhi Konstantini, nuk u mërzita fare që nuk ishte gocë. Se ti e doje besoj një gocë. E doja, por mjafton të ishte i shëndetshëm dhe gjithçka të shkonte mirë, por problemi gjenis kur nuk ka qenë problem. Shkojnë mbarë se Shazani? Shumë mirë. Aktive deri në fund. Deri në fund. Edhe me Konstantinin njësoj kam qenë në punë aktive, me projekte. Shtatzani shumë e mbarë. Shumë e mbarë. Dhe do të vinte në jetë Konstantini. Si e keni pritur përjetimet atyre ditëve, si e pritit e Santini, të bëj me vlla? Konstantini ka lindur në verë, në gusht, edhe ka qenë shumë vap. Dhe ne ishim kurioz se kujt i ngjante, si do ishte. Unë mendoja që ndoshta fëmia i dytë mund të kishte marrë pak nga tiparet e mia, me sa duket genet e Eldës. E paska të fortë. Ishin shumë të forta. Dhe Konstantini kur ka lindur ka qenë original në miniatur si Da Santini. Nuk ishte ndryshe fare. Njësoj, nuk ishte asnjë ndryshim, thjesht ka qenë pak më i vogël, se edhe në peshë ka lindur më pak se sa Da Santini. Por njësoj ishte, edhe e thash Eldos, edhe ky si ty. Nuk të mërzit? Ja, nuk më mërzit. Dëshira është që të kishte një tipar, por më shumë nga Eldon gjajnë. Më shumë nga Eldon gjajnë. Sa ndryshe është Da Santini nga Konstantini? Shumë ndryshojnë. Da Santini është i qetë, është pak i tërhequr, është pak serioz, duket fëmijë që ka shumë sedër, ndërsa Konstantini 2 vjeç tani i bën, edhe pak. Edhe është shumë i shkathët, është shumë alegro, shumë i qeshur, shumë i dashur, është shumë i afruar me njerëzit, më thonë krejt ndryshe nga Da Santini. Nëse Da Santinin duhet të bësh pak muhabet, të krijosh çik miqësi, pastaj të afrohet edhe të krijosh shoqëri. Me Konstantinin është krejt e kundërta. Ma, ba, çfarë kanë thënë çunat e tu? Ba. Ba, të dy ba. Po, kjo ndodh se neve mamat gjithmonë i themi mama, që doam të mësoj që të fjalët e parë, edhe vetë kur ajo ba e ka për kollaj. Mund të artikulohet më lehtë bashkëngëllorja me zanoren ba se sa maja. A u bë xhelos Da Santini për Konstantinin? Jo. E do aq shumë, të dy e duan shumë njëri tjetrin, mendoja që për shkak edhe të diferencës mund të bëj, po jo, Da Santini është shumë protektiv, kujdeset, më ndihmon, mami të duhet kjo. Pelenin ja ka ndruar Elta fëmijëve? Ja. Po pse? Nuk është natyra. Bëj gjithçka tjetër, thot, dhe realisht e bën, i mban, i nxjerr, i kujdes, edhe ndonjëherë me veshjet nuk e ka pasur problemi, ka veshur, mandje e bën me shumë qejf se ja kombinon. Ja bën, por me pelenat jo. Pra si e bën kur nuk e mban ndonjëherë vetëm? Çfarë? E mban, po nuk i kemi oraret, plus që kushtet i kemi Orinda, makinës, hajde ndrojë, ose ka qenë në xhiro, edhe ndrojmë. Çuçat, ja ke përdorur të dyve? Po, biberonat rrens gënjeshtar. Biberonin gënjeshtar, po. Madje tani duhet ja heqim edhe Konstantinit se deri në 2 vjeç. Pse mendon që duhet të hequr deri 2 vjeç maksimumi? Po ka nevojë, pavarësisht se unë nuk e kam mbajtur në periudhë të gjatë me gji, por ndoshta është kjo ndjenja nga që se kam mbajtur shumë komforti, po. Komfort, edhe kanë bërë rehat Orinda përsa përket gjumit, gjitha gjërave të tjera. Pra nuk kanë qenë fëmijë të grindur, sa ka fëmijë që ndoshta ka nevojë edhe për atë ndjenjën e çuçit që i ofron si kundër mund të ishte gjiri i nënës, dhe bëhen agresiva dhe ti për një çuç nuk ja jep, pastaj në këtë kohë jetojmë, është diçka që e duan, janë mësuar. Nëse dikur nuk ka pasur,
të tilla ishin kushtet dhe nuk u përshtatshën tani. Po nëse do të vazhdonte ta kishte deri 4 vjeç, si Jo, besoj se do kishim bërë çmos që t'ja ishim. Të thash Konstantini e ka, por deri në 2 vjeç mendoj se është mëse e mjaftueshme. Si ja ke Më hequr shumë do ishte e Dasantinit? dëmshme. Po, jo ja prisnim pak, që të mos Merrte ajër, krijonte po, atë, të merrte ajër, të mos krijonte me atë, jo dhe me ndonjë shije pak disi si pikante, por jo shumë. Mirë, mund të ketë raste që në shëndetin na bën surprizat e veta, sidomos te fëmijët, ti më the pak më parë kam pas gjithmonë frikë temperaturën. Ke pasur ti episode të frikshme me çunat në E kam pasur një me Desantinin, ne udhëtoshim për në Holland dhe ishte shumë mirë, kuptohet unë kisha marrë gjitha masat me vete. Dhe në avion Desantini bën temperaturë të lartë, temperaturë që ishte 39 dhe nuk i ulej 39.5, domethënë ishte e tmerrshme. Dhe problemi ishte që nuk më linin as që t'i jepja ndonjë medikament ose ndonjë suposto ose ndonjë gjë. Po pse? Dhe nga që ishte shumë i nxehtë, unë 2 supostot që i kisha te çanta e vogël që e kisha të bebit, ishte shumë i nxehtë dhe i shkrinin, unë nuk mund t'ja. Dhe u çmenda me iku truri, pastaj e zhveshën, sigurisht ato më erdhën në ndihmë dhe kështu. Po për ne, për kulturën tonë, duke pak absurde që ta lije një fëmijë të dergjej në temperaturë. Ashtu, ndërkohë që ato më këshillonin thjesht e lam vetëm me pampersa, pastaj e mbuluan me një kështu, më sollën si tip nape ishte, pak e freskët dhe më lanë që ta mbaja për një kohë të gjatë, po vetëm kur kemi zbritur që erdhën njerëzit dhe i porositëm sa zbritëm direkt me telefon që na sollën në ulsin, po ka qenë e tmerrshme. Në shtet, edhe në privat, po përgjithsisht më shumë për shkak të orëve të shkurtuara që ti ke në shtet të fëmijëve. Do detyrohesh të ulesh vetë dhe ta ndihmosh në mësime. E ke bërë ti këtë gjë? Në fillim Desantinin unë e kam çuar në after school, sepse edhe klasa e parë ka më shumë nevojë, duhet i përkushtohesh më shumë. Po Desantini nga që është një fëmijë me sedër, donte që kur të shkonte në after school ti kishte të bëra detyrat që mos t'i thoshte njëri se si ka. Që mos t'i bënte në after school. Që mos t'i bënte në after school. Dhe ka zgjatur shumë pak ky rrugtimi after schoolit, po pastaj unë vendosa që bashkë me Desantinin 2-3 orashin e detyrave ta kalojmë bashk, ti përkushtohem, ti rrit e koka, ta ndihmoj, t'ja shpjegoj. Hera herës në klasë parë ndonjëherë më raf pika, e zinte dhe gjumi, lodhej dhe ja mbaronte mami ato direshtat, por i qëndroj, i bëjmë bashkë detyrat. Si jeni me mjetet teknologjike, marrëdhënia me telefon, me Është e pashmangshme, për hir të vërtetës në kohën që jetojmë, por e padëmshme për sa i përket përdorimit nga ana e Dasantinit. Është fëmijë shumë korrekt, nuk e mban më shumë se ç'duhet, domethënë ne nuk arrim t'i themi hiqe telefonin, ai e lë vet. Kuptohet, ka dhe PlayStation, del edhe luan. Lagja është nga ato lagje që ka fëmijë plot, kështu që ndërvepron me ta. Jo kurset. Desantini është në basketball, më herët ka qenë edhe në not. Do të eksperimentoj tash ka kërkuar futbollin. Të shkojnë futboll. Kështu kjo është, ne e përkrajmë, e suportojmë edhe nuk është fëmijë problematik për sa i përket përdorimit të telefonit. Jo, i dim, ka të lojën e vet të preferuar, është e kontrollueshme edhe nga ana jonë. Ke transferuar gjërat të Desantinit tek Konstantini, pra veshje, karroca? Po. Cilat janë karrocën ja kam bler të re në fakt. Se kaloi shumë kohë. Besoj e falë të parën, çfarë ndodhi? Se di, nuk e di. Nga mami nuk e mbaj mend ku e kemi lënë, por karrocën kam dashur t'ja blej të dyve dhe ja kam bler të dyve, se nga që më vinin shumë dhurata e gjëra, thoshta, "Ej, po dale, në fundit për fëmijët e mi punoj, do ja blejmë diçka vet", kështu që ja kemi bler karrocën vet të dyve. Gjërat e tjera pasaj sigurisht ja kemi marrë, por nuk kanë munguar edhe dhuratat e shumta dhe rrobat i përdor. A ka një arush të preferuar njëri apo tjetri?
Konstantini deri para pak kohësh kishte Baby Sharkun, atë peshkaqenin e vogël që kërcen, ndërsa Konstantini ka pasur një Pra Desantini ka pas Baby Sharkun. Konstantini Baby Shark, ndërsa Konstantini Konstantini ka pasur një arush shumë të bukur, mos gaboj, pak a shumë stili Arushit madh, po i vogël. Më i vogël. Po në ngjyrë bezh ka qenë. Kur e hoqi? Ka qenë i lidhur shumë? Para ca kohësh, me thënë drejtën, se unë ja kam ruajtur, edhe ato lodrat më signifikative, më të dashura, para ca ditësh e mori dhe tha mami do fle me arushin. Mirë, mami, thash si duash, se i ka sipër ke koka. E mori dhe fjeti, kështu që i ruan dhe ndoshta e kanë krijuar edhe një feeling me gjërat e veta personale se i kanë aty. Desantini tani që është rritur është nga ata fëmijë që ka kuriozitet edhe shpeshherë merr albumet. O ma, të lutem, më lexo çka ka ndodhur kjo, çka ka bërë kjo. Është fëmijë që është kurioz edhe do t'i di, ndoshta nga që po fillon kupton edhe çka ka kaluar, do të krijojë atë puzzle-in e vet, të formoj ato vite që nuk mante mend gjërat. Para. Desantini është një pikë që e kupton edhe famën tuaj, një të kohë famën tënde. Si reagon ai kërshi? Po, unë nuk do doja që ta kishte problem këtë gjë. Ai e ndjen se njerëz të panjohur i flasin, e komplimentojnë, i thrasin në emër, i thon po ti je shumë e famshëm, po e ke mamin të famshme, edhe më tha, mam, tha, duhet të jem një njeri normal. A ka mundsi? I thash, mam, ti njeri normal je, por thjesht prej mamit e di, po nuk dua. Pra është shqetësuar, është lodhur me këtë famën. Është lodhur, më shumë e ka ai si pjesë të karakterit që e ka bezdi se sa lodhje, se kënaqësi është në fundit i falen dashurie për gdhelin, e komplimentojnë. Nuk është se i bëjnë një gjë të keqe, por ai i duket sikur është ndryshe për shkak të sikur e vën re kësaj gjëje, sikur bie në sy më shumë se sa të tjerët. Dhe nuk e do atë le të themi vëmendje. Nuk e do atë vëmendje, nuk e do kjo. Dhe shoqja në fakt i reduktuar në foto me fëmijët. Kohët e fundit, nuk është se nxjerr më si më përpara. Çfarë ka ndodhur? Në fit po thotë se në story. Në story, po, kemi parë. Një të shpejtë nxjerr. Po, ndoshta kam përshtypjen që nuk kemi qenë aq të duhur të katërt, kemi qenë shumë rrëmuj dhe nuk ka ardhur një. Pra nuk është se qëllimt si gjë. Ja. Që ti të kesh menduar diçka që ndoshta duhen reduktuar. Ja, absolutisht. Unë nuk jam natyrë kështu. Ta thash gjithçka e kam bërë publike, fëmijët i kam nxjerr. I ke publikuar që në fillim, nuk është se kam pasur këtë manin. Nuk e pasur problem që mos ta marrim sysh. Jo syri, jo. Domethënë ka ca që nuk ja tregojnë fytyrën, po ti po se tregove mos e nxjerr, për çfarë nxjerr? Mos e nxjerr fare thua. Për çfarë nxjerr? Nëse s'do t'ja tregosh. Ditën që do marrësh vendimin, nxjerrë. Është okay që ti ta puthësh në publik gjithkohës tani? Nuk do fare. Nuk do. Edhe kur takohemi poshtë lagja që vi në punë dhe kështu, i thash mi për qafim, po, një puthje ik tani. Nuk është natyrë, gjithë ato herë. Madje ndonjëherë bëjmë në një lojë, edhe kur më thret Desantini, unë nuk duhet t'i them ha edhe kur jam në një punë, direkt shpirt, mos harro, shpirt, zemër, gjithmonë. Po ndodh ndonjëherë që je ngarkuar duke marrë, duke gatuar, ha mam ç'a do? Jo, shpirt, si e kemi lënë. Kjo është. Unë nuk ja kursej kurrë dashurinë të dyve njësoj. I gati për një gocë? Jam me shumë dëshirë, po mendoj që Zoti më ka bekuar me dy çuna të mrekullueshëm. Edhe dua ti shijoj pafund. Dua ti shijoj pafund. Pra ideja e fillimit që ke pasur për familje të madhe? Orinda, jam shumë dakord, por të kujtosh edhe ça kam kaluar është shumë e vështirë. Po unë them se ne jemi një familje madhe, ndoshta nuk kemi aq e madhe sa e ndronim, por jemi mjaftueshëm sa ngrojmë zemrat e njëri tjetrit. Je një mame e lumtur? Shumë. Jam mame më e lumtur në botë. Do të thënë, kur shkoj në shtëpi, e kuptoj çfarë dashurie kam. Çfarë do të thojë sot një mame e cila është në pritje? Të kujdeset shumë për veten, ta shijoj
edhe periudhën e shtatzanisë, edhe ajo ka bukuritë e veta se ndodh ndonjëherë. Ishte mirë në bark, tash që dole filluan të lashe trouble. Po ta shijoj sa më shumë. Derisa Brenda që s'ka të ndërroqe ishe në paguar. Marm. Kënaqësi edhe për mua.